E kuptoj. Down. Po besoj që kuptojnë çka ke dashur të thonë. Unë mendoj lëndrimi edhe Edi. Faleminderit. Pse? Pse? Nuk më intereson, pse? Okej, do me fyt pse. Everyone say pse. Yes, you can. No, mirë. Pse? Po ti pse? Jam kurioze, jam kurioze. Po ti për përgjigje S'kan argumente, lëshoj një fjallë dhe iken, qaq. Okej, ka nevojë për çfarë më Nuk katë. Kur ti pyes një arsye pse do të japin gjithë arsyet. Nani, mund më mos. Vija për shembull si dha arsye pse. Është më keq për ta, nëse ai nuk e jep. Me dashur. Po, le të japë se unë nuk e di sa më keq. E jap atë? Ta ditë vërtet. Jo, po Alba besoj që gjithçka rrjedh te situata që keni pas atë edhe. Po jo duhet ta thot, që të sqarohet se kjo është shëllimi i pyetjes, mund të sqaruar argumentet. Për mua e bata Alba? Jo, me bien thash. Ma i zhon shpinë debate. Honestly, do më thonë, sinqerisht, nuk kam po a lot debate që me thonë janë me argument. Nuk kam sinqerisht përgjigje për këtë pyetje, edhe në një vetëm pak e vështirësi me u thonë drejt. Kush mendon se të ka përdorur për të ngritur veten në lojë? Klodi. Okej. Who used you Who used you for the game? To better him, to better himself Tony. In the game. Sasa? Kërkush? Jo. Nuk e mendoj hala të paktën. Okej. Presim për Nailirin, Toni? Unë besoj Për njerëz që janë në tavolinë. I përdorimi secili njëri tjetrin për me ngrit veten. Kështu që nuk e shoh vetë, unë si lojtar e shoh veten që nëse vi pa keshim një dikon nëse bëj diçka, e di që në çet moment na shtat delni moment televiziv, kështu që e përdorimi të dytë. Po. Për të mirë. Kështu që me Kate kam thënë. Nuk është e keqe. Nailir, kush mendon se ka përdorur për të ngritur veten në lojë? Si? Kush ka përdorur për të ngritur veten në lojë? Ti. Unë ty. No, I'm joking. Nuk ka se një vedin të përdorën për dikush për dikuj me ngritë vedin e lojë. Sinqerisht, nuk ka se një vedin se ka dikush po përdorën e lirin për me ngritë vedin lojë. Nuk ka përdorë bia me bëjë gjelas Tonin, por... He said you used him to make Tony jealous. Por... Jo, s'ta zho. Më shumë mirë. Por nuk ka se një jem si më ka përdorë dikush e vëllën. Okej. Ed? Oskush? Ghetto? Everyone have to answer. No, they're saying... No, everyone have to answer. You answer then? No, Tony did. You didn't? E ka thonë paramet, e tha paramet. Në thash krejt. Everybody. E përdormi njërin tjetrin. Everyone... Oh bro, you to be used, you have to be useful, you are not useful. Qa tha? Po zotin. Po sha zotin, Me keni përdorshëm, o do një... Po normal, do në më përdor. S'ka gja, I said what I said, bro. Kemi lajte. I said what I said, bro. A në kuptoj. Bro, she hits. Jo, Ghetto thash kush, Alba, po ti përgjigje? Bia Khalifa. Përdorim çfarë lloj aspekti? Për ta ngritur veten. Po, për ta ngritur veten në lojë. Përdor dikë tjetër për ta ngritur veten? Po. Kush mendon ti se ty të ka përdor dikush për me ngrit ti veten në lojë? Për me ngrit ai veten në lojë. Të më përdor dikush mu për të ngrit veten në lojë, pra të marr nga unë, jo të marr nga unë. Ti ta përdorish. Që japim vetë me vullnetin tonë të lirë njëri tjetrit, momente, raporte, biseda, po a jep vlera në lojë kjo gjë? Pa tjetër që jep, se ti pëndave momentet bukra, momentet mira... Si që statoni, po. Ecë për para, si statoni, me mirësi, me pozitivitet. Po jo në aspektin e keq të fjales, përdorim. Jo në aspektin që po ta merë kundra vullnetit. Thjesht ne i japim momente, i japim vlerësim, i japim përkushtim, i japim vëmendje njëri tjetrin, sepse në jetë nuk jetojmë vetëm, jetojmë me njëri tjetrin. Dhe duke biseduar me njëri tjetrin, po japim vetë vëmendje njëri tjetrin, po në aspektin e mirë të fjalës, jo në aspektin e përdorimit. Unë jam shumë dakord me Alba në këtë pjesë. Po e tha Toni, no? For you. Toni, mendoj se nuk e di shumica, po pakica, e di fix what I'm talking about, edhe unë mendoj se publiku e di ma e mirë, shumë e mirë, e di what I'm talking about, edhe... Për çka i duket por? This is my answer. Okej. Ma filloj me apliken. Po, kush mendon se të ka përdorur për të ngritur veten në lojë?
Për me ngrit vetën loj, jo, kërkosh. Okej. Përgjigjen time e dini është lëndrimi normalisht. Është mutual thing, më thonë dihet, sepse edhe nëse ti krijon shoqësi këtu brenda, ajo don apo nuk don e ngrit njëri tjetrin. E ka impaktin si pozitiv si negativ. Me gjithë se keni. Po pra nuk sa do besoj që pak ose po shumë? me gjithë se po unë për shkak në këtë rast më shumë. Po. Apo besoj që kjo pyetje është më reflektu pak në mënyrë pozitive, Shumë pozitive tham. që ketin ato hyp edhe debati hyp edhe ketë lojnë atë hypin, ketë sa në të hypin të rëpjet. Po. E nëse na nuk e shfrytëzojmë njëri tjetrin, veç që kena me këshyrë njëri tjetrin, me këshyrë. Na jena këtu me lujt me njëri tjetrin të ditës. Unë edhe besoj një gjë që sido që tjetë ky është edhe reflektim i realitetit jashtë kësaj shtëpie. Yes. Pajtona plotësisht. Besoj që do të më shtu diçka tjetër, besoj që publika kupton. Okej. Atëherë, cili banor e ka mbi vlerësuar veten më shumë se ç'duhet? Anglisht. Who do you think overrated himself? Overweighted. Overrated. Overrated. It's not easy. No, it's not easy as pak. Po, kush, cili banor e ka mbi vlerësuar veten më shumë se ç'duhet? Don, më ti mendon, unë jam kë, po faktikisht ndoshta nuk je. Ata e përgjigjen? Lëndrim nëse Po le të vazhdojnë Alirin, mbyll ashta pak kohë me mendu. Alba, okej. Unë mendoj se gjithë secili është vetvetja, edhe ashtu si nëse njihet i vlerësuar, ashtu është. Ashtu e shef vetin. Ren kontradikt me veten. Ashtu e shef vetin. Nuk vlerësuar me shef vetin. Jo, ren kontradikt tani me këtë përgjigje. Se ti mu pak para më the që beson që unë nuk jam ashtu siç jam në jetë reale. Kam thënë ti një karakter si se kuptoj. Jo, edhe më ke thënë që sepse është një karakter si nuk e kuptoj. Dhe më ke thënë që nuk e besoj se je kështu në jetën reale. I bie ose kam nënvlerësu ose kam vlerësu veten këtu. Sinqerisht, je karakter si nuk kuptoj. Po më ke thënë që jam falc. Alba, fakti që kjo do thotë që do me të pa ndoshta jashtë me kuptu siç je me të vërtetë është sepse ka vështirësi me cek çfarë tipi je. Njëkohësisht më ka përmend që unë besoj që ti je Alba, falc. kam përmend shumë gjëra ty Alba. Po edhe këtë e ke një përmend. karakter si ke shumë gjëra që nuk e di ku Vetëm një gjë kam sakt originalitetin. Mungoj shumë. Jo falc. Po mrena është një që ka freka. Po, okej. Po, problemi është se pyetja është për këtë. Po, për këtu ju. Për këtu nuk ka asnjë pi banorëve që tu që jemi që tavolinë. Zbesoj. Okej. Edi? A ka dikush cigare? S'kam përgjigje këtu. Okej. Me mi vlerësu vetën, zbesoj që dikush mi vlerëson vetën. Mund ndoshta për loj me bu hajgare, po